Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Okej. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, gjatë kësaj jave kemi një ndikim të tillë që është vërtet shumë i shpërndar, shumë i shpërqendruar, nuk di se ku të fokusohet. Mund të zgjedh fjalët e gabuara ose në disa raste mund të pres shumë për të bërë një zgjedhje dhe pastaj domethënë të mos i ngelet kohë mjaftueshëm për ta bërë një punë. Kjo është edhe një nga arsyet që për shenjën e binjakëve gjatë kësaj jave vërtet do t'i këshilloja që gjërat e domosdoshme të paktën t'i kemi të planifikuara. Pasi t'i kemi bërë ato pjesën tjetër, domethënë të jemi pak më tepër moderitet ose nëse kemi kohë t'i bëjmë të mos e stresojmë veten shumë. Pra, kjo është një nga mënyrat më efikase që unë mendoj mund të keni për ta përdorur javën që vjen. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv ditën e diel, këtë të diel, pra datën 8, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv të Mërkurit, kjo do të thotë një ndikim vërtet shumë i madh në mënyrë se si ju e perceptoni veten tuaj, suksesin tuaj dhe çfarë vlere jepni vetes, po ashtu dhe çfarë vlere merrni nga ambienti. Është një javë për këtë arsye, e cila do të merret pak a shumë me këto lloj temash. Kjo është edhe arsye që e thash, domethënë që gjërat që janë të domosdoshme bëheni, ndërkohë që gjërat e tjera duke qenë se duhet t'i lini në rrjedhën e kohës dhe duhet të mundohen pak më tepër që të kuptoni se çfarë ju thuhet vërtet ose çfarë po mundoheni ju vetë që të bëni, cili është qëllimi pra që keni. Mund të bëhet shumë e lodhshme nëse ngelin dhe punët e domosdoshme pa u bërë pra. Dhe për këtë arsye shenja e binjakëve gjatë javës në vazhdim, edhe pse do të lopet, në qoftë se është pak më programuar, është një nga javët ku mund të ketë një rritje vërtet shumë të madhe. Rritja më e madhe do të fillojë të ndihet që ditën e hënë. Ditën e hënë do të kemi disa vendosje, më të themi, të cilat e nxisin shumë krijimtarinë tonë, nxisin shumë edhe efikasitetin që kemi në jetë, duke qenë se kemi edhe krijimtari edhe efikasitet, kemi mënyra të ndryshme për të zgjidhur edhe problemet tona, madje edhe për të kryer një mënyrë më efikase për ta bërë gjithçka. Këshillimi do të ishte një lloj tek shenja e demit, që të jemi disi më aktiv, do të këshilloj që të ecni pak më tepër, por të mos e teproni, vërtet me ecje mos e teproni. Por do të këshilloj vërtet që të jeni pak më aktiv në mënyrë që edhe ju gjithë ato tensione që mund të ndjeni, apo në disa raste nëse nuk e gjeni fjalët e duara, mund të nervikoseni pak edhe me veten tuaj, këto mund ta shfryeni pra në një mënyrë më të shëndetshme. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e binjakëve është futur në një fazë ku lidhjet aktuale janë pozitive, ndërkohë që lidhjet të reja pak a shumë duken pak si të largëta. Jo sepse janë negative, duken pak si të largëta sepse nuk jeni tamam të përqendruar pra se ka çfarë dëshironi. Si rrjedhoj, do t'ju këshilloja që vërtet në këto momente të fokusohesh tek gjërat që i keni në jetën tuaj, sepse aty keni mundësi edhe për t'i zhmalluar, edhe për t'i pastruar në atë kohë. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.